50 parashutistë nga Italia çelin sezonin turistik në aerodomin e Gjirokastrës. Një grup prej 50 parashutistësh nga Italia kanë çelur sezonin turistik për këtë vit në aerodomin e Gjirokastrës. Parashutistët italian realizuan hedhje nga avioni nga lartësia 3000 metra, duke shfaqur një spektakël të vërtet për të apasionuarit e sporteve të ajrit. Aktiviteti u realizua si një bashkëpunim i Skydive Albania dhe Federatës Shqiptare të Aeronautikës, duke qenë i pari në kalendarin e aktiviteteve për këtë vit në aerodomin turistico-sportiv të Gjirokastrës. È l'ottava volta che veniamo in Albania, siamo molto felici, ci troviamo. Është hera e 8 që vim këtu në Shqipëri. Ndihemi mjaft mirë, përpiqemi që këtu të zhvillojmë aktivitete disa herë në vit. Gjirokastra është një qytet i mrekullueshëm dhe me potencial për turizëm. Mendoj se edhe këtë vit do të mirëpresi shumë italian sepse interesi për ta vizituar është i lartë. Veramente piace agli italiani, ne incontriamo molti anche in città e questo fa molto piacere. Mi chiamo Antonella Bossio, vengo dall'Italia, Calabria. Është hera e 3 që marr pjesë në aktivitetet që zhvillojmë në aerodomin e Gjirokastrës. Është me të vërtetë bukur. Një peizazh i mrekullueshëm, qyteti dhe kështjella kur i shikojmë nga qielli duken vërtet këndshëm. Është një mundësi mjaft e mirë për turistët italianë. E niente, una bella situazione, una bella opportunità. Grazie, grazie. Per me questa attività è dunque la quinta volta che vengo qui ad Gjirokastro. È sempre un'emozione. Gjithmonë është emocion të rikthehem në aktivitete të tilla këtu në Gjirokastër. Qyteti është fantastik. Zbritja me parashut të jep adrenalin. Gjithmonë do të jemi pranishëm në vendin tuaj. È adrenalinico, ogni tanto ci vuole per mantenersi in allenamento. Organizimi i aktiviteteve ndërkombëtare për sportet e ajrit është kthyer në një traditë për Gjirokastrën. Eventet të tilla promovojnë turizmin dhe tërheqin vizitorë të shumtë në qytetin e Gurtë.